Edhe ne si besimtar, në fatkeqësi mund të pyesim ku ishte Zoti. Por duhet të kërkojmë përgjigjen se çfarë mund të shërbejë kjo përvojë për jetën time. Në Ungjil, Jezusi sot thotë: "Nëse ju nuk do të ktheheni, do të vdisni të gjithë në të njëjtën mënyrë." Ai nuk justifikon fatkeqësinë, por na fton që të shikojmë veten tonë, të gjejmë rrugën e kthimit, pasi është rruga e jetës. Sot në Ungjil vazhdon dhe thotë: "Le ta lëm edhe për një vit." Zoti nuk është gjykatës, por është një bab i mëshirshëm që pret që ne të sjellim fryte fal dashurisë së tij. Jezusi në kryq do ta shkatroi barazimin që ishte ndërmjet mëkatit dhe dëshkimit, duke shndërruar kështu mëkatarin në shenjtë. Zoti ynë është Zoti i dashurisë që kuron zemrën dhe që shpreson që t'japim fryte. Cilat fryte pret Zoti nga ti sot?